Andaj të lutemi për popullin ton, të lutemi për vendin ton, të lutemi për njerëz ton dhe t'ja dëshirojmë të mirën. Një mesazh me tekst të veçantë adresuar për rinjin ton, e cila viteve të fundit padyshim se i ka vendosur vetes një qëllim primare që është dalja jashtë shtetit për një jetë më të mirë. Cili është mesazhi juaj se çka do të bëjnë ata të rinj që të ruajnë këto vlera dhe të zhvillojnë jetesën e tyre këtu duke qenë patriot në çdo kohë? Fillimisht, na duhet të dimë që Allahu na ka kriju këtu, në këtë tokë. Na ka kriju neve në Kosovë. Andaj patrioti i mirë është ai i cili jeton në Kosovë, punon në Kosovë, sakrifikon për Kosovën, edhe për popullin e Kosovës, edhe në qoftë se ka vështirësi. Andaj këtu na erujmë gjuhën tonë, këtu erujmë na lozën tonë, këtu na nuk asimilohemi. Pra atë ne duhet të lutemi për popullin tonë. Andaj patrioti i mirë është ai i cili sot lutet për Kosovën, për popullin e Kosovës, për ushtrinë e Kosovës, për policinë e Kosovës, edhe për çdo kon i cili punon dhe kontribon edhe sakrifikon për këtë vend. Pra aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej për Mekasit, e lutej për Mekën. Edhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon një shembull të një pejgamberi prej pejgamberëve, i cili në misionin e tij, duke i thirrë njerëzit në besimin në Zotin një, dhe në besimin ditën e Kiametit, e në kushtet e besimit, populli i tij nuk e besuan, po jo vetëm që nuk e besuan, po edhe e luftuan edhe e përgjakën. E thot pejgamberi alesam, ai pejgamber, duke fshi gjakun prej ballit që e kishin gjakos populli i tij, ai thotë: "O Zot, fali këta se nuk din." Andaj të lutemi për popullin ton, të lutemi për vendin ton, të lutemi për njerëz ton dhe t'ja dëshirojmë të mirën popullit ton edhe në këtë botë edhe në ahiret.